Reshjet intensive të shiut gjatë natës kanë shkaktuar problematika në qytetin e Lezhës. Si pasojë e prurjeve të mëdha, sistemi kanalizimeve nuk ka mundur të përballojë sasinë e ujit, duke sjellë përmbytje në lagjen Beslidhja. Në disa zona niveli i ujit ka rritur deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjet e pallateve dhe duke vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Banorët janë përballur me situata të vështira, veçanërisht gjatë orëve të para të mëngjesit. Për shkak të pranisë së ujit në ambientet përreth, është pezulluar përkohësisht zhvillimi i mësimit në shkollën 9-vjeçare Kosova në Lezhë. Ndërkohë vërehet një rritje e ndjeshme e niveleve të lumenjve Drin dhe Gjadër, të cilët ndodhen pranë kuotave kritike. Si pasojë e rritjes së prurjeve, lumi Drin ka përmbytur edhe shëtitore në lagjen Skënderbeg në Lezhë. Autoritetet përgjegjëse janë në terren dhe po ndjekin nga afër situatën.